Një sqarim mbi leximin e netëve, si lexohen netët edhe ditët e fundit të Ramazanit. Data 20 Ramazan, do thot 20 nata e 21. Data 22 Ramazan, do thot nata e 23. Data 24 Ramazan, do thot nata e 25. Data 26 Ramazan, do më thënë nata e 27. Data e 28 Ramazanit, do thot nata e 29 e Ramazanit, që do t'jetë nata e fundit e Ramazanit. Ose thënë ndryshe, data 20 mars, pra përflasim gjithmonë për vitin 2025, është nata e 21 e Ramazanit. Data 22 mars, është nata e 23 e Ramazanit. Data 24 mars, është nata e 25 e Ramazanit. Data 26 mars, është nata e 27 e Ramazanit. Data 28 mars, është nata e 29 e Ramazanit.